tuaj. Edhe unë. Bravo, bingo. Me një çmim shumë të lirë. Tani në atë zonë, domethënë ndodh çudia, sepse kjo ka ndodhur, duhet ta pranojmë, domethënë që ajo që ka ndodhur është dhe një rritje çmimesh, përveç sa na shes syri, tani ka rritur edhe në mënyrë të jashtëzakonshme çmimet e godinave, ndërtesave, të gjithave. Kudo, besoj. Blejnë tuaj, vazhdojmë blej? Më rezulton që po. Para se të vija këtu kisha një takim zyrë, kishim një zonjë amerikane që kemi pas kliente vjetë dhe që erdhi prapë si vjetë, atë po e pyesja, Melanie. E i thash, Melanie, ti ke qenë vjetë, po ti ç'a bën? U thon, shkon e vjen, jo tha, unë punova këtu tha, 3 vjet për Peace Corp, edhe vjet dola në pension, edhe në vend që të kthehesha në Amerikë, vendosa, bleva një shtëpi këtu, edhe qëndrova këtu, më rezulton që ka 2000 qytetarë amerikanë që janë vendosur në Shqipëri vetëm, po, që janë kryesisht të kësaj moshës së pensionit, edhe që janë vendosur në Shqipëri. Ne kemi ca klientë, kemi një 6 muaj që kemi klientë i bëjmë ca shërbime her mbas here. Këto 2 zotrin që kanë ardhur nga Amerika, kanë parë për të blerë një shtëpi në Portugali, Spanjë dhe Itali, dhe në Shqipëri, ai agenti i vet i real estate-it nga Durrësi i ka treguar një 2 prona në Durrës, edhe këta në fund fare kanë fjetur mendjen dhe kanë blerë një shtëpi në lagjen më modeste, në qendër, po në Kavaj. Edhe këto zotrin jetojnë në Kavaj, restauruan një shtëpi që e blen gjysmë të ndërtuar edhe duken super të lumtur që jetojnë në Kavaj, që patjetër që duhet të jenë, kupton se komunitet fantastik, se ushqimi mirë, se klimë mrekullueshme, pse jo? Domethënë komunitetet amerikane janë kryesisht në Durrës, Tiranë, të njerëzve që kanë vendosur të rinë.